Kam qenë agronom, edhe jam nga fshati, ekzistoj nga fshati i Korçës, Zëmblak. Edhe jam marrë me bujqësi. Kam qenë agronom Durrës, kam qenë këtu agronom, kam qenë në tërë Republikën e Shqipërisë, në fermat ushtarake. Në fshatrat tim që kam unë, kam ndenjur shumë mirë, më kanë pritur mirë. Si baban e tyre, si vëllan e tyre, nuk jam marrë me këto që po fletin, do më thënë. A habitesh ku i gjon të gjëra, po habitem, po nuk i bëhem, do më thënë, për të pyetur arsyen apo ata, s'më intereson. Mua puna në fshat më ka shkuar mirë, ne nuk jemi mirë tash me shtetin. Me shtetin si flasim për shtetin, pra. Çfarë është tema sot? Tema sot është për shtetin, pra. Çka ka shteti që nuk shkon me shtetin? Që nuk jemi ju mirë me shtetin. Shteti na la tër prodhimet po kalben. Mua më kalben 300 kuintal qepë edhe 100 kuintal patate. Këtë vit, Vitin që kalovi. Vitin që kalovi. Të thash që kam qenë agronom dhe kam si përfaqe të madhe që kam marrë tenden, kam marrë tati tjetit, se s'janë njerëzit kanë ikur. Që marrë me qera, me kundrejt paketë? Me qera, me kupton. Të pas ka dëmtuar gjithë prodhimi yri në për gropat edhe në për ato kanalet, në për kanalet, tëra i prodhim. Po pse u kalbëm, pse u prishëm? Kupton, sepse nuk ka treg. Nuk ka treg. Ne na i pengovi tregun. Si është kjo, ju që jeni i fushës, si e shpjegoni këtë që nuk ka treg Shqipëri? Si këtë thonë punoni, mbjellni tokat e tjera. Po s'ka treg. Unë para një vit, para 2 vjetësh për shembull, vitet e para, dhe ta heqim vitin që kalovi që na u kalbën tëra, vitet e tjera, ne më vinte mua makina, mbusheshe makina me prodhim, me pataten, me qepën, me të tëra, mbushe me sasi, edhe ikte, vinte këtu, dhe më thënë që tregtarët. Tashi s'ka një tregtar, tashi thot ajo, një kuintal thot më jep qepë, një kuintal më jep presh, një kuintal më jep kë, me nga një kuintal do të... E sakt, çfarë po ndodh? Ku hajnë shqiptarët, ku marrin shqiptarët, apo prodhohet shumë? Apo marrin diku tjetër? Nuk janë tërë, jo tashi. Tërë që prodhojnë nuk janë sepse një shumicë ka ikur nga fshati. Edhe s'ka kush punon. Jo, qytetarët e tjerë në Tiranë për shembull, ku e blen qepën, ku e blen patatën që ju nuk vjen nga jashtë. Vjen nga jashtë. Ja unë po e shikoj këtu se unë vi vazhdimisht. Po. Ne na bllokovi shteti tonë që hapi portat të tëra edhe po vjen nga jashtë. Nuk merr mallin e vet shqiptar. Edhe gjene tash unë për këtë vit që kam në vazhdim pataten e shita, domethënë kisha një sasi të madhe, po kush ma mori, thuaj. Njerëzit e fshatrat që ishin aty, që kishin nevojat që kishin mbjell, që kanë djemtë, si kanë djemtë, domethënë 100 kuintal mi marrë vllazëria atje me gjithë 2 fshatrat të tjera. Edhe ta vinë. Vetëm nga Elbasani më vinë në 2 muaj që më marrën nga 3 kuintal, nga 5 kuintal, gjera kështu. Vetëm nga Elbasani, s'ka makinë për Tiranë. Mbaruan makinat e Tiranës. Edhe të asaj, më falë, të shtetit Kosovës. Të Kosovës, po. Të Kosovës. Kisha 3 njerëz nga Kosova. Që vini merrin te kjo. 3 njerëz që nuk në marruan, që kanë filluar shumë më shpejt, që kemë filluar me pemtore, me tëra gjerat, tashis vjen asnjë. Sa vite keni ju që merreni me këtë? Që keni tokat tuaja që i mbjellni dhe i korrni dhe kultivoni? Po tërë jetën, po të që kam qenë agronom. Sa vite keni që jeni kuptuar? Si u shpërben në kooperativat, atëherë pastaj mora tokën time, edhe mbolla pemtore, mbolla nga të tëra gjerat. Edhe ja mora edhe tokën me qiranjë tjetri që nuk e punonte dot, edhe me këto. Njëri që do punosh, që do punën. Edhe, bravo, si shumë shqiptarë tjerë që janë dëmtuar po si ju. Sa vite keni që jeni dëmtuar nga shteti? Sa vite keni që jeni dëmtuar nga shteti, pra që ju kanë mbyllur tregun dhe për i kalbni prodhimet tuaja?
është viti i tretë kyne që po më ashtu mua se unë kisha një diçka të këtillë, që shoqërinë e kam patur të fortë edhe këtu, edhe në Kosovë, edhe në këto shtete, edhe i kam baritur, më kupton? I kam shkelur. Tash i s'dal do të me unë, tash i vajta i lashët 82 vjetë. Kesh jetë. Më kupton tin? Mjetet i kam patur, një traktor. Po pse nuk e do shteti jonë mallin tuaj, ose mallin e shqiptarëve? Atë se di dhe nuk i kërkoj do të llogari, nuk kam atë aftësi, jo aftësi, po profesionistë të fushë. Nuk mund të punuar gjithë jetën, o e dini ju se di askush. Po nuk vete do të bisedosh me një ministër apo me një kështu domethënë ashtu. Si niveli juaj është më lart dhe niveli atyre është për të dëshiruar se kanë futur inteligjencë artificiale gjëra dhe pyesin kompjuterin sot. Unë që ju keni të prekur gjitha me shokët që ishin më përpara, që qenë domethënë deputet edhe që janë ashtu, unë kam patur muhabet këtu. Unë nuk e kam patur të humbur jetën me shoqërinë. Do t'i mbillni tokat prapë apo jo? Çfarë zgjidhje të gjeni për vete? Po çfarë zgjidhje të marr unë? Unë ja tash kam mollët që voli mollët blodhi qepët. Janë 100 kuintal qepë në magazinë, patatet i shita siç të thashë. Në magazinë mbetën vetëm 140 kuintal qepë, që vinë marrën nga 2 kuintal, këta me rabat me ato. E po nuk i qetë prodhimi ashtu. Është një katastrofe e rëndë për ne që marrë me ekonominë. Si dhe bështë, do të mbjellësh tokën apo jo? Kë? Tani do të mbjellësh? Ore, unë pa mbjellën nuk u ri. Unë kam të ato mjete, të thashe, kam 2 traktorat të rëndë. Njëri është 105 kuaj fuqi, njëri është 54 kuaj fuqi. Që kam... Për gjuna, mos i nuk e shisnin dot, nuk e... Nuk e... Ja, shitet, ja tash, kjo në ranë në tash. Kjo është gjithë kosto, është kosto hedhur. E vjeqmja edhe si vjeqmja. Këto në ranë në dorë. Në shumë. A nuk keni fare një mesazh ose një thirrje për këtë shtep, për këtë kryeministër, për ministren e bujqësisë? Shumë njerëz ankohen, kotësh. Nuk zgjidh gjë me ankesë. Po të shkoni tek zyrat e këtyre, ti trokasësh, takosh, shkel, benja, se ka futur edhe këto? Nuk ka zgjidhje fare. Dëgjoj tash, le që unë vajta 80 ca vjet, edhe gjitha ata njerëz që njihnja unë që takoshim edhe këtu në përzyrat që jam takuar, edhe gjithnjë, asnjëri nuk ekziston. Nuk është më. Nuk është më për mua. I kanë heqë të gjithë mirët. Më kupton? Domethënë unë nuk u ashtu edhe s'kam të shprehem për këtë shprehem këtu me se të shprehem. E qartë, ke humbur shpresën fare do, s'ke. Unë s'kam kot që të ashtu, që të thënë për shembull ky e bëri kështu, ky e bëri. Po që nuk është mirë, nuk është mirë. Rama po e bën kështu, Rama po e bën kështu. Është kot. Po nuk do ta përzish në politikë fare. Po që s'është mirë që është situatë rëndë. Situatë e rëndë për bujqësinë. Për bujqësinë, për fshatarësinë, është situata më e rëndë. Po ikën të tërë. Fshati tim përbëhet mbi 400 familje, që ashtu. Atje kanë mbetur vetëm 50 familje. Edhe ata merren, ata vinë pasazem pyesën mua, jo çfarë si ta bëjmë këtë, jo çfarë të mbjellëm më xhaxhi Hikmet, çfarë të bëjmë këtë. I të marrësh në qafe të tjerë përveç vetes. Nuk i them. Më kupton? Unë jam ai domet që kam punuar e kam ashtu, e kanë atë, edhe kur vinë nga këta që vinë nga qytetet, nga shtetet e tjera që vinë, prapë më zemë për qafe, më takojnë, më pyesën si dole, si çfarë bëhet. E kam patur atë. Po, derën hapur gjithmonë. Derën hapur në përgjithë, në 8 fshatra që kam punuar, e që të përshëndes, jeni mirë. Mbarë dhe shëndenë edhe juve. Më falë, Jo, këtë drejtën të të shpresh atë. Të thua të ofendosh njerin apo tjetrin. Jo, ti thjesht shqetësimin, kjo është e drejtë, ti më çfarë. Përshëndes, ti je mirë.